Si rezultat i kontrolleve intensive në të gjithë territorin e qarkut Shkodër në vijim të operacionit policor të koduar koordinata, bazuar dhe në inteligjencën policore, shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi të saj, kanë gjetur të kultivuar dhe të asgjësuar 1094 fidan dhe 18645 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Konkretisht, shërbimet e komisariatit të Policisë Shkodër gjetën në territorin e njësisë administrative Shal, Pult, Posrip dhe Gurizi dhe asgjësuan 201 fidan dhe 651 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Në vijim të veprimtarisë për këtë rast nisi procedimi në gjendje të lirë për kryetarin e fshatit Kir, shtetasin SH për shpërdorim detyre dhe për rojen e mjedisit shtetasin LA për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim të krimit. Shërbimet e komisariatit të policisë Vaudejos gjetën në territorin e njësisë administrative Shllak dhe Temal dhe asgjësuan 893 fidan dhe 16700 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Shërbimet e komisariatit të policisë Puk gjetën në territorin e njësisë administrative Çerret dhe asgjësuan 1050 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Shërbimet e stacionit të policisë Fusharrës gjetën në territorin e njësisë administrative Iball dhe asgjësuan 174 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Shërbimet e komisariatit të policisë Malësie Madhe gjetën në territorin e njësisë administrative Shkrel dhe asgjësuan 70 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të këtyre rasteve të kultivimit. Operacioni policor i koduar koordinata vijon.